Të nderuar shikues, ju përshëndes, do të jemi së bashku në minutat e editarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Shqipëria prezantohet në ITB Berlin me një pavion dinjitoz dhe me një përfaqësim të gjerë nga turoperatorët, institucionet qendrore vendor, bashki dhe organizata të ndryshme të sektorit të turizmit. Pjesëmarrja në këtë panajir synon forcimin e marrëdhënieve me partnerët ndërkombëtar, zgjerimin e bashkëpunimeve dhe rritjen e numrit të turistëve që zgjedhin Shqipërinë si destinacion. E shtrirë përgjatë brigjeve të lumit Vjosa, lagja Gurës në Tepelen mbetet një komunitet i vogël që jeton mes sfidave dhe shpresës për të ardhmen, e ngritur para viteve 90 nga banorë të ardhur nga zonat malore. Sot ajo numëron rreth 30 familje, të cilat e sigurojnë jetesën kryesisht përmes emigracionit, ndërsa gjatë kësaj periudhe i përkushtohen punës në tokë dhe mbjelljeve të stinës. Në ditën botërore të shkrimtarit, shkrimtari i njohur shqiptar Odise Kote ndalet tek sfidat që përjeton letërsia shqipe dhe marrëdhënia mes autorit dhe publikut. Ai e përshkruan këtë lidhje si një trekëndësh jetik për kulturën, që sot përballet me sfida të reja, veçanërisht në mungesë të një ligji të posaçëm që të rregullojë statusin e shkrimtarit. Në Saraqenisht të Lunxhërisë, blegtori avion të mbetet një nga shtyllat kryesore të jetesës. Prej mbi 40 vitesh, Tanas Gega i është përkushtuar mbarështimit të bagëtive të imta, duke kthyer këtë profesion në traditë familjare. Por sot, sfidat e tregut dhe mungesa e fuqisë punëtore e vënë në provë këtë sektor. Ju njohim tani më gjerësisht. Shqipëria prezantohet në ITB Berlin me një pavion dinjitoz, me një përfaqësim të gjerë nga turoperator, institucione qendrore e vendore, bashki dhe organizata të ndryshme të sektorit të turizmit. Pjesëmarrja në këtë panajir synon forcimin e marrëdhënieve me partnerët ndërkombëtar, zgjerimin e bashkëpunimeve dhe rritjen e numrit të vizitorëve që zgjedhin Shqipërinë si destinacion. Sot në Berlin, në kuadër të ITB Berlin, panajirit më të madh në botë për turizmin, Shqipëria mori pjesë në ministerialin e turizmit të organizuar nga Untourism, me ministra qeveritar nga rreth 40 shtete, një ditë përpara çeljes së panajirit për publikun. Shqipëria prezantohet me një pavion dinjitoz dhe me një përfaqësim të gjerë nga turoperator, institucione, bashki dhe organizata të ndryshme të sektorit të turizmit. Shqipëria aktive edhe në ministerialin e ministrave të turizmit të rreth 40 shteteve sot këtu në Berlin, me rastin e panajirit më të madh në nivel global për turizmin, ITB Berlin, dhe ku marrim pjesë me një pavion shumë të bukur dhe ku do të kemi një pjesëmarrje shumë të madhe të gjithë turoperatorëve, edhe të institucioneve, edhe të bashkive, edhe të organizatave të ndryshme që lidhen me turizmin, dhe ku do të kemi një 2 ditë nga nesër shumë interesant se i takon promocionit mbi gjithë destinacionet tona, edhe tema e ministerialit ku sapo mora pjesë i kushtoi fuqizimit të destinacioneve të reja, nga potencialit e performanca e tyre, dhe ku Shqipëria natyrisht e tëra si një destinacion shumë atraktiv në rajon, por edhe me gjithë të rejat e veta vjen në Berlin, edhe me kolegët me cilët fola, po edhe për publikun e gjerë dhe për median dhe për gjithë tur operatorët e ndryshëm nga gjithë vendet e botës, me oferta interesante dhe me një tregim shumë interesant për natyrën, për traditën, për kulturën, për trashëgimin, për mikpritjen tonë, për gjithë bukuritë e vendit tonë dhe për gjithë bekimin që vendi jon përfaqëson në klimë dhe në gjithë industrinë e mikpritjes dhe të turizmit. Tema e ministerialit ju kushtua fuqizimit të destinacioneve të reja dhe potencialit të tyre, një temë ku Shqipëria spikat natyrshëm si një destinacion atraktiv në rajon dhe më gjerë. Me natyrën tonë të jashtëzakonshme, traditën, kulturën, trashëgimin, mikpritjen dhe klimën e bekuar, vim në Berlin me një ofertë autentike dhe një histori që meriton të dëgjohet. E shtrirë përgjatë brigjeve të lumit Vjosa, lagja Gurës në Tepelen, mbetet një komunitet i vogël që jeton mes sfidave dhe shpresës për të ardhmen. E ngritur para viteve 90 nga banorë të ardhur nga zonat malore, ajo sot numëron rreth 30 familje, të cilat e sigurojnë jetesën kryesisht përmes emigracionit, ndërsa gjatë kësaj periudhe i përkushtohen punës në tokë dhe mbjelljeve të sezonit. Lagja Gurës në Tepelen, e shtrirë përgjatë brigjeve të lumit Vjosa, është ngritur në vitet para 90-s.
Nga banorë të ardhur kryesisht nga zonat malore, sot në këtë lagje jetojnë rreth 30 familje, të cilat vazhdojnë të mbajnë gjallë komunitetin mes vështirësive dhe shpresës për të ardhmen. Janë naftësisht rreth 30 shtëpi, nga fshatrat e Tepelenës, na Luftinja, na Izvorje, me radhë. 30 familje që atje deri nani janë plot me familje. U bë pedonalja. Ka nga ardhë qytetarë që bëjnë gjiro këtu të pedonalje. Qetësia e zhurmës e të gjithave gjërave u detyruan njerëzit krijuan që vinin nga zonat, nga fshatrat mund të them, edhe jetuan këtu. Banorët tregojnë se burimi kryesor i të ardhurave mbetet emigracioni. Pjesa më e madhe e familjarëve punojnë jashtë vendit, ndërsa ata që qëndrojnë kujdesen për tokën dhe mbjelljet e stinës, duke ruajtur lidhjen me traditën dhe punën e ndershme të fshatit. Me se merren njerëzit këtu? Vetëm thjesht gjëra private për të nevojat e tyre. Çfarë mbjellin më së shumti për jetesën normale? Për jetesën që janë perimet të zakonshme. Ja kemi na njulli, na limon, portokalli, sa për veten tonë. Sipas tyre, Lagja Gurës ka potencial të lartë për zhvillimin e turizmit. Afërsia me Vjosën dhe natyra piktoreske që e rrethon e bëjnë zonën tërheqëse për vizitorët. Është bërë dhe pedonalja këtu, njerëzit në mbrëmje në behar, gjithmonë be fjalë, vinë bëjnë xhiro, arkëtohen. Kanë dhe lumin afër, vinë shumë fare turistë huaj këtu. Kemi dhe këtë të Vjosës këtu ne, edhe vinë e lumin edhe natyrën e pëlqejnë. Natyra e jonë është super, e mirë, ka shumë perspektivë. Bile kanë filluar këtu, kanë bërë ca resortet vogla për turistët, edhe në një të ardhme do t'jetë akoma më mirë. Kemi lumin afër pedonalja dhe u pëlqen pamja. Aty edhe që gjë bukur. Bëjnë ato me kojota që quhen ato me qelë, ka gjëra shumë të bukura të veçanta. Po mua më pëlqen se është qetësirë. Mes qetësisë së lumit dhe punës së përditshme të banorëve, Lagja Gurës mbetet me syt nga turizmi. Banorët shpresojnë që potenciali i zonës të kthehet në burim të ardhurash për ta. Bashkia e Gjirokastrës dhe FSHF po finalizojnë një projekt të rëndësishëm për qytetin, me ndërtimin e 2 fushave me përmasa standarde. Njëra fushë ishte ekzistuese dhe u rikonstruktua plotësisht, ndërsa fusha e dytë është një investim i ri në kuadër të projektit 100 fushat. Ky investim i bashkisë synon të ofrojë më tepër territore sportive për fëmijët dhe të rinjt, duke i dhënë komunitetit mundësi për stërvitje, lojë dhe zhvillim të shëndetshëm fizik. Me shtimin e tapetit artificial, tashmë në proces, projektit i është afruar faza përmbyllëse, duke u bërë një shembull i punës së bashkisë për përmirësimin e infrastrukturës sportive dhe jetës sociale në Gjirokastër. Nxënësit e gjimnazit Hasan Tasini në Sarandë po shkëlqejnë në festivalin kombëtar të shkencës me projekte inovative. Në fokus të vëmendjes është projekti portave digjitale kundër përmbytjeve në zona të banuara dhe biznese, që synon të lidh njohurit shkencore me zgjidhje praktike në teren për problemet reale. Projekti u përzgjodh për të konkuruar në fazat e ardhshme të festivalit dhe do të përfundojë në Tiranë në muajin prill. Pjesë e festivalit kombëtar të shkencës është edhe gjimnazi Hasan Tasini në Sarandë. Mjaft i njohur në shkallëvendi për rezultatet e larta në shkencat eksakte. Drejtoria e kësaj shkolle, Sofika Sotiri, e konsideron këtë si vlerësim dhe përgjegjësi. Projekti ka në fokus portat inteligjente digjitale kundër përmbytjeve në zona të banuara dhe banesa, që buron nga kërkesa e lidhjes së përgatitjes shkencore me situata reale. Sot gjimnazia Hasan Tasini zhvilloi fazën e parë të konkurimit, në të cilën nxënësit u paraqitën me projektet e tyre. Projekte teknologjike, projekte në fushën e matematikës dhe në fushën e gjeografisë. U vure një angazhim maksimal dhe seriozitet maksimal i nxënësve. Nxënësit sollën, risit idetë e tyre inovative dhe projektet e tyre ishin vërtet mbreslënse. Stafi mësimor dhe nxënësit më ekselent të paramaturës dhe maturës e ndjejnë thellë këtë përgjegjësi dhe kanë nisur ta tregojnë veten duke u përballur mes grupeve të ndryshme. Në fazës së parë të festivalit të shkencës në nivel shkolle, unë së bashku me nxënësit e mi, me Klevin, me Alician Sarën dhe Konstantinë, jam mjaft e kënaqur me rezultatin, pasi
Ky festival së pari integron gjitha njohuritë që ne marrim teorike në lëndë të ndryshme, sidomos duke u fokusuar tek lëndët TIC teknologji dhe në dijet që kemi marrë në fizik dhe në implementimin e këtij projekti. Unë jam mjaft e kënaqur me rezultatin. Por një nga kushtet kryesore pra që të konkurrojmë denjësisht në festival është që të jetë risi. Duke qenë që në Shqipëri një nga problemet kryesore janë përmbytje dhe sidomos këtë vit, atëherë ne menduam se si mund të ndërthurim këtë ide. Puna dhe përgatitjet e nxënësve dhe mësuesve vijojnë intensivisht për të patur një përfaqësim sa më cilësor në fazat që i presin. Projekt është një projekt i cili këtu është një maket i vogël, por gjithashtu mund të vendoset dhe në jetën reale në përmasa shumë më të mëdha me pajisje tej mase më të fuqishme, që do të ndihmonte shumë në shtetin tonë dhe në vendet e tjera që do ta përdorin këtë pajisje. Kjo do të ishte shumë e mirë për çdo njeri i cili ka probleme dhe ka patur probleme më përpara me përmbytjet në lumenj të ndryshëm dhe thjesht do të sillte risi që nuk është në shtetin tonë tani. Ky projekt erdhi me sensorët, me pjesët inxhinierike, me programin e saj të posaçëm në telefon, me pjesën e website-it dhe falenderoj shumë dhe vajzat që kemi ndarë të gjithë punën në pjesë të barabartë, më ndihmuan me pjesën e prezantimit, me si kemi sjellë gjithën nga e para që ishte hedhur në letër, skica e parë në letër, duke sjellur në jetë këtë që të jep një kënaqësi personal që të arrish domethënë një gjë që të duket e pamundur që se ke krijuar asnjëherë, nuk e kemi marrë asnjëherë këtë mundim. Sot fatkeqësisht realiteti është ndryshe. Teknologjia ka ndryshuar mënyrën si mësojmë, si punojmë dhe si kalojmë kohën tonë të lirë. Për shkak të telefonave, laptopëve dhe orëve të gjata ulur, edhe fëmijët 10-12 vjeç kanë filluar të shfaqin shenjat e para të korrosjes. Soja prototipit ton ishte vërtet shumë e ulët, por për sa i përket një çmimi për një produkt real që mund ta përdorim, është përsëri me çmim relativisht më të ulët se produktet e tjera në treg, pa haruar të përmendim edhe rrisitë që ai sjell. Projekti ynë tregon se edhe nëse një ide mund të duket e parealizueshme, kur teknologjia, vendosmëria dhe bashkëpunimi mes nxënësve të palodhur hyn në lojë, atëherë çdo gjë mund të bëhet e realizueshme, sidomos kur përfshihet edhe shëndeti i bashkëpunëtorëve të tyre. Ky festival synon të nxjisë kreativitetin, aftësitë kërkimore dhe mendimin kritik të nxënësve, duke inkurajuar ata të eksplorojnë dhe aplikojnë njohuritë në fusha të ndryshme të shkencës dhe teknologjisë. Në ditën botërore të shkrimtarit, shkrimtari i njohur shqiptar Odise Kote ndalet tek sfidat që përjeton letërsia shqiptare dhe marrëdhënia mes autorit dhe publikut. Ai e përshkruan këtë lidhje si trekëndësh jetik për kulturën, që sot përballet me sfida të reja, veçanërisht në mungesë të një ligji të posaçëm që të rregullojë statusin e shkrimtarit. Libri është një nga shpikjet më të mëdha të njerëzimit. Mendoni si do ishte bota pa librin. Njerëzimi e ka mësuar historinë e antikitetit nga Homeri, nga Eskili. E ka mësuar historinë e Romës lashtë nga Shakespeare. E ka mësuar historinë e stepave të Rusisë nga Tolstoi, Dostojevski e kështu me radhë. Pra, më shumë se sa nga historia dhe shkencat e tjera, njerëzimi është zhvilluar, është kulturuar, ka marrë informacion prej librit. Me këto fjalë nisi intervistën e tij shkrimtari i njohur shqiptar Odise Kote, i cili prej vitesh vazhdon të kontribuojë në pasurimin e kulturës sonë me vepra që kanë gjetur jehon tek lexuesi dhe kritika letrare. Në ditën ndërkombëtare të shkrimtarit, ai ndalet tek marrëdhënia mes letërsisë, shkrimtarit dhe publikut, një trekëndësh i rëndësishëm që po përballet me sfida të reja në një kohë kur vendi ynë ende nuk ka një ligj të posaçëm për statusin e shkrimtarit. Ne ende në vendin tonë nuk e kemi një ligj funksional për librin. Ndryshe nga vendet e tjera të Europës, që kanë ligj të posaçëm për librin. Ne kemi ligje për shumë gjëra. Kemi ligje për sende, për makina, po dhe për macet dhe për qend. Por nuk kemi një ligj për librin. Nuk kemi editorin, siç e ka gjithë Europa. Ka një abuzim të madh në këtë kontekst, pasi nuk vendoset hierarkia e dur letrare. Publikut i jepet ajo që nuk është letërsi e mirë. Publikut i jepet një letërsi me fraktura të mëdha etike, estetike dhe morale. Të gjitha këto e kanë sulmuar, po them, letërsinë e mirë dhe librin e vërtet. Dhe në këtë kontekst shkrimtarët shqiptar janë të pambrojtur. Sot është shumë e vështirë të jesh shkrimtar, sepse të bësh letërsi të mirë
Të shkruash romane nuk është një punë kaq e thjeshtë. Mendoni që një roman është 350-400 faqe, është një kohë gjatë pune, akumulimi, eksperiencë, talenti, djerse dhe në fund shpërblimi shqarsharak, ose nuk ka shpërblim fare. Pikërisht sepse mungon ligji editorit, ligji i cili përcakton rregullat e tregut edhe për librin. Më lejoni t'ju them që Ismail Kadare është paguar nga shtëpia botuese Fajart për çdo vepër që ai ka botuar. Madje ka marrë dhe paradhënie për vepra që duhet të shkruante. Kjo gjë mungon në Shqipëri. Duhet urgjentisht që kjo të riparohet. Shkrimtari Kote thekson se fjala e shkruar ruan ende ndikim të madh, edhe pse sfidohet nga ritmi i shpejtë informacionit nga rrjetet sociale dhe nga konsumimi i përditshëm i përmbajtjeve të shkurtra, letërsia mbetet një art që i jep kuptim përvojave njerëzore në një epokë digjitale. Leximi i librit faqe më faqe merret në mënyrë vertikale. Mënyra vertikale është mënyra që gërvish trurin dhe lë gjurmën e saj. Ajo quhet engram. Dhe në raftet e kujtesës së trurit të njeriut shënohen të gjitha ato që lexon individi. Më lejoni t'ju them që diferenca midis një njeriu që nuk ka lexuar libra me një njeri që ka lexuar libra është kjo. Një njeri që nuk ka lexuar libra ka në kujtesën e tij 20-30 ngjarje të cilat i ka dëgjuar në shtëpi, në kafene, në lagje e kështu me radhë. Ai që ka lexuar libra ka 30-40 mijë ngjarje në kujtesën e vet. Dhe mendoni, ky që ka 30-40 mijë ngjarje orientohet shumë më lehtë, shumë më shpejt, shumë më mirë në të gjithë jetën dhe aktivitetin e tij. Qoftë shkencëtar, qoftë punëtor, qoftë fermer, qoftë industrialist e kështu me radhë. Kjo është diferenca midis librit dhe jo librit. Kote thotë se detyra e shkrimtarit sot është t'i jap lexuesit vlerë dhe jo të gjithë mund ta bëjnë këtë, pasi letërsia është art, ligjësi dhe përmes një gjuhe të mirëfillt luan identitetin dhe forcën shprehëse. Nuk bëhet çdo kush shkrimtar. Të bëhesh shkrimtar është një barë shumë e rëndë. Të bëhesh shkrimtar është një punë shumë e rëndë. Është një punë që kërkon eksperiencë, kërkon njohuri, kërkon dituri, kërkon talent mbi të gjitha dhe është një punë e përditshme. Unë kam shkruar që në moshën 13-14 vjeç. Jam tani mbi 65 vjeç. Pra është një moshë gati 50 vjeçare që unë kam punuar dhe punoj ditë për ditë. Është pikërisht kjo punë vetmohuese që bën shkrimtari për t'ia dalë mban. Dhe ja del ose nuk ja del mban. Gjithë të tjerët pastaj kanë të drejtën e tyre të shprehin ndjenjat e tjera, por ajo nuk është letërsi. Ka disa lloj tekstesh. Kemi tekst letrar, kemi tekst gazetaresk, kemi tekst shkencor, kemi tekst zyrtar e tjera e tjera. Teksti letrar funksionon sipas ligjësive estetike të letërsisë. Gjithë pjesa tjetër që nuk funksionon sipas kësaj ligjësie nuk është më letërsi. Kështu që gjithë ata që shkruajnë që thotë ju bëjnë një gjë tjetër, po jo letërsi. Letërsia është një gjë jo thjesht hyjnore, po është një gjë që funksionon sipas ligjësive të veta. Nuk funksionon sipas dëshirave të individit. Kjo ditë e veçantë për shkrimtarët na kujton se letërsia nuk është vetëm një art i bukur, por një pasuri e domosdoshme për shoqërinë që ka nevojë për mbështetje, dëgjim dhe vlerësim. Amalia Qëndro-Llukani është vajza dropullite që krijimtarisë së saj letrare i ka dhënë jetë që nga familja. Pas vitit 2020, ajo ka botuar 4 libra në gjuhën greke që tashmë dëshiron t'i përkthej edhe në shqip. Veprat e saj të para eksplorojnë botën e brendshme të njeriut, ndërsa librat e ardhshëm do të lidhen me vendlindjen e saj. Ndërfitje dhe ndërbreza janë afirmuar shumë poetë dhe shkrimtar nga krajina e tropullit, ku krijimtaria e tyre është pritur mirë nga miqtë e librit. Amalia Qëndro-Llukani ka lindur në fshatin Gorancit të tropullit poshtëm dhe krijimtarinë e saj letrare ka botuar qysh në fëmijëri e më pas në rini. Vjersha dhe para kam filluar të shkruaj që në klasë të 5 të 6 të fillores edhe janë botuar në revistën Pionieri. Pastaj vazhdova me Zërin e rinis, edhe më vonë vazhdova të shkruaj dhe duke punuar në lajkovima, të shkruaj edhe vjersha dhe poezi, edhe tregime edhe nga teralogjet e letërsisë. Pas vitit 2020, ajo ka botuar 4 libra në gjuhën e saj amtare greke, të cilat dëshiroi t'i përkthejë në gjuhën shqipe. Përveç këtyre 4 librave, jam pjesëmarrëse edhe në 15 antologji
letrare me tregime dhe poezira, edhe ka menduar edhe për përkthimin në gjuhën shqipe, në një të ardhme do të dëshiroja që këto të përktheshin në gjuhën shqipe. Ismail Kadare është krimtari saj më i dashur në Shqipëri, por ajo mendon se poezia i bashkon popujt. Cilat kanë qenë poetët më të dashur për ju? Kadareja. Kurse tani në këto momente lexoj të tërë këtyre shqiptarëve të rinj që dalin dhe që janë në rrjetet sociale, lexoj të këtyre poezitë e këtyreve. Ndaj popujt bashkohen me poezinë dhe me letërsinë në përgjithësi bashkohen, se është e njëjta gjë, është e njëjti zë, vetëm që gjuha nduron. Në 4 librat e para ajo përshkruan botën e brendshme të njerëzit, ndërsa po përgatitet të botojë 2 libra të tjerë me ngjarje që zhvillohen në vendlinjen e saj në Dropull. Prej disa vitesh, Amalia Qendro Llukani jeton në Greqi dhe tashmë ajo ndodhet midis Janinës, Dropullit dhe qytetit të Gjirokastës. Në Saraqinisht të Lunxhërisë, blegtoria vijon të mbetet një nga shtyllat kryesore të jetesës. Prej mbi 40 vitesh, Thanas Gega i është përkushtuar mbarështimit të bagëtive të imta, duke kthyer këtë profesion në traditë familjare. Por sot, sfidat e tregut dhe mungesa e fuqisë punëtore e vënë në provë këtë sektor. Në Saraqinisht të Lunxhërisë, Thanas Gega i është përkushtuar prej më shumë se 40 vitesh mbarështimit të blegtorisë së imt. Sot ai numëron mbi 400 krerë, duke kthyer blegtorinë jo vetëm në burim jetese, por edhe në një traditë të trashëguar brez pas brezi. I mbajmë me ato kuota që kemi pasur, i mundohemi të mbajmë, po me vështirësi të mëdha. Është rreth 400 cakre. Pa vi, vetëm të leshta, vit janë një 50 kokë të tjera. Tu është e vështirë zona, nuk është aq e favorshme se dëbora të zë, misrin e duan, jonxhën e duan, vjet s'kishte edhe bazë ushqimore që nga Saranda e kemi prodhuar me çmimet ekstreme fare. Edhe pse blegtoria mbetet një nga bazat kryesore të bujqësisë në zonë, problematikat janë të shumta. Mungesa e fuqisë punëtore dhe pasiguria e tregut për shitjen e produkteve mbetet shqetësimi kryesor për blegtorët. Shumë e vështirë, ajo është e keqja më e madhe se nuk gjen fuqi punëtore për të mbajtur baktit. Pa ne që i kemi pasur me ato do merrem se s'bëjmë dot punë tjetër. Nuk ka të ri që të vej me bakti, janë të rallë, vetëm mund të gjesh në zonat e Labërisë në një, po këte nga neve janë të rallë, shumë të rallë. Problem është punë mishit, për të vetme në arsye se vjen mishi huaj dhe neve si vjet mishin e kemi shitur me mik. Për Thanas Gegën, blegtoria është pjesë e identitetit familjar, një rrugë e nisur nga të parët e tij dhe që ai vijon ta ruaj me përkushtim. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.